Ashtë një protesta nga shtatori e tutje, siç ka paralemruar Daut Haradinaj, siç ka paralemruar dhe vetë Bedri Hamza, që kështu nuk mund të rinë të Kush kam i qetma. bënë të protestë? Kush? Unë e të jo. Janë kryetarët e partive, parti që të bojnë, mobilizojnë. Kush që vjen mrapa aty? Kush? S'kan lokomotiv njerëz të thu. Kanë lokomotiv. Do më thonë, zgjat, tash ata kanë edhe një gjë, është mirë që bërë këtë pyetje, thonë, ne mund të jemi kështu pak, po mund të jemi zhurmagji, e bëjmë probleme, bëjmë ka dhe kërcënime nga më ndryshmet. Dëgjoj, për shembull, ishte ajo rasti atëherë që kur u bë ai tentimi për me zgjedhë Feride Rushitin, se na bëjmë këtë gjë. Ta njerëz harrojnë një gjë, që e përfaqësojnë një mendësi që populli i Kosovës e ka dënuar pas luftë. Pas luftës, Ibrahim Rugova dhe LDK-ja kanë qenë politikisht, klinikisht në gjendje kome. Pse u ringjall Lidhja Demokratike e Kosovës edhe fitoi Ibrahim Rugova me mënyrë të madhe? Sepse ekzistoi një grupacion, jo i madh, i vogël, i cili u tregu i dhunshëm ndaj njerëzve këtij vendi, arrogant, që u sell keq. Edhe ky popull u iritu me atë sjellje. U iritu. Dhe kjo është arsyeja pse një person i cili ishte politikisht i vdekur, Protestat janë ta themi gjë. Një person i cili ishte politikisht i vdekur, u rikthye u bë shumë i madh. Këta njerëz nuk kanë nxjerr kurfar leksioni pi aty muhabeti. Në zonë ta kemi çon. Po pse po rendit tash në këtë paralemrimet e tyre si veprimet të dhunshme. Është e njëjta logjik. Ky popull i ka tejkaluar ato sana. E para, domethënë, e tejkaloi atë gjë, e kemi në momentin kur partitë që dolën nga lufta ta quajmë kështu civilizuar. Edhe e morën një petk shumë racional, shumë modern, edhe e çuan vendin përpara. Domethënë, e vazhduan punën që e nisi LDK-ja dhe Ibrahim Rugova, e morën flamurin, e çuan vendin përpara. Fakt, nuk mundesh me ja mohu këtë gjë. Nuk mundesh me ja mohu këtë pjesë shqiptarit. Domethënë, gjë. Pastaj erdhi vetvendosja agresive, e zhurmshme, protesta me gjona, me me gjitha anë e knina. U fut në proces politik, e provoi në për kuvend, u rrit, u maturu, sot shkretët thojnë pse po na gjuni me vezë, e kupton? Pse po bëni sikur na që kemi bëu? Like, okay, ne u rritëm, po ju pse po bëni sikur ne? Edhe tash këto parti mu kthy atje, ka dalë duhet ecim përpara. Ky po duhet me ecë përpara. Don, ecim kur ça zgjidhi rruga në Shqipëri. Gjithë Shqipëria doli në rrugë, nuk zgjidh rruga kur gjë. Fjalë, tishin protesta si Flamingo Revolution që pati Shqipëria s'ka pas. Qa bënë? Me protesta dhe rrugë nuk rrëzohet kurti. Jo, nuk rrëzohet. Kati, mësh me nxjerrë 1 milion njerëz në rrugë. Katë është ai mohabet. Katë është ai. Populli shqiptar e ka tejkaluar, thotë, përpos nëse i merr rrugë do shkon luftë civile. Ajo është tjetër mohabet. Ajo është tjetër gjë. Për ndryshe, ti mush me dal me naj një ditë kemi shku në shtëpi. S'merret kush me atë punë. Hiç. Duhet veprimi politik, duhet pi bin njerëzit, duhet me shku derë më derë, duhet me shku anë e këne, me tha, Albatrosi po flet kundër meje, i poshtër këty Albatrosi duhet me zonë dhe reja në këne, jo, duhet me ardhë dikush me pi i ka, me thonë Albatrosi ki keq. Cilësimin e dhunshëm. Albatrosi ki keq, të ka mashtru Albin Kurti, të ka bose hira Albini, na e kena ma mirë, do me bind Albatrosin, që mas me përkra Albinin, po me përkra atë, kështu ndryshohet sistemi politik. Jo ti të thonë tash, është ajo që quhet politika që ka thonë përpara e odave, e rrugicave, nuk, domethënë, ku ti zbret të njerëzit. Politika e urtë është sot, domethënë, politika e urtë është. Këto parti politike, Ridvan, duhet me parashtruj, diskutova me njën. Tha, Albin Kurti s'po qeveris, është këtë qeverisje, po s'po punon hiç. Kur gjë s'po ban? Edhe unë për mja bo qefin, kështu në këtë pikë, thash, pobre, ku gjës po ban, heq, tu najtë është. Edhe po qysh kë popull po dërër, thash, kjo është pyetja. Nëse Albin Kurti po këtë qeveris, ose s'po qeveris heq, që është edhe ma keq,
edhe ky popull është komod që ky njeri mas me qeverisë hiç, me nejnë zyre pa bo kur gjo, vish ti mas me ardh, ti e ki problem mërë burë. Pyetje bëja vetës. Pyetje bëja vetës, domethënë, nëse ky popull është më komod që ky njeri me nejnë zyre, me gjipa, me trupëroje, me sene, me nejtë kot, me morë rrugën kot, vish le të rrinë që aty, aman ky le të rrinë, po mos të vjen aj, nuk e ki problemin të Albin Kurti. Bëja pyetje vetës. Bëja pyetje vetës, edhe ti duhet tash domethënë, më stoj ky Albatrosi është i poshtër, me shkru komente lidhe pa lidhe, po më thonë, çfarë njerëz ta pimi kafe, ta bëjmë për veti atë tjetrin, ta bëjmë për veti këtë, kështu ndryshohet. Kështu ndryshohet, po them. Kështu ndryshohet realiteti. Jo, ti dil rrugë sa dush. Në një herë kohë, nuk na gënjen memoria, nuk na tradhon dje par dje. Figurativisht politikanët edhe këtë punë bëjnë, çfarë duhet të them. Vetëvendosje e ftonte gjykatën konstitucionale antarët e saj të garonin në zgjedhje, duke e sulmuar mbi retorikën se ata po bëjnë hyzmetin e partive në opozit. Sot vetëvendosja tregon dashamirëse ndaj gjykatës kushtetuese. Këtë punë bëjnë politikanë. Po, politikanë gjë tash. Por dikas të duhet ta paguajnë, për këtë demokracia. Absolutisht. Por për me ka dhe një parim. Nuk mjafton vetëm kritika, po shumë është më rëndësi dhe kush e bën kritikën. Tash kredibiliteti i atij që e bën kritikën është ndonjëherë më shumë i rëndësishëm se sa vetë esenca e kritikës. Partitë tjera kanë një deficit të madh kredibilitetit dhe nuk po e kuptojnë pse po i hupin zgjedhjet Ridvan. 3 herë brenda një viti u deklasuan politikisht. Më thonë, qytetarët... Pyetjen vetet ja bëjnë. Pyetjen bëja vetës, domethënë ti keni deficit kredibiliteti. Keni deficit kredibiliteti, domethënë jeni njerëz shumë të mirë, profesora shumë të mirë. Po, vlla, populli s'po ju beson. Nuk ka besim politik mbi ty. Është argumenti vetëm që Kurti është në pushtet, ka gjitha infrastrukturë shtetërore, para, miliona që janë faktor që ndikojnë. Pushtet ishin ata tjerë, pse s'u nimun milionat ato, tjerë, ja morë pushtetin kë, tu mos bë kur gjë. Opozita ti bëj pyetje vetës. Opozita duhet pse humbi zgjedhjet ose pse kishte këtë rezultat? E para do të më bëj pyetje pse i kanë humbur zgjedhjet? Po. Edhe e dyta do të bëj pyetje pse po vazhdojnë me humbur zgjedhjet. Është çështje kredibiliteti, që ne nuk kupton. Ata prapë duhet më ullë edhe me thamë, hajt ta pimi kafe me Albatrosin. Pse me Albatros ti s'pun përkrahë mu? Përpiqem me kuptu, pse Albatros, s'po du me bësh shembull dikë tjetër, s'pun përkrahë mu, kuptoje për shembull, unë nuk jam antar partije. S'kam qenë, antar i fundit i partisë, kam qenë kohën e Ibrahim Rugos. Edhe kam marrë fund aktiviteti im politik me vdekjen e presidentit Rugova. I kam ndihmuar në gjatë dacit me themel ulje DD-n, sepse kam konsideruar që LDD-ja është vazhdimësi e politikës presidentit, edhe në momentin kur është themeluar LDD-ja, unë jam tërheq për çdo aktiviteti politik. Nuk jam antar partie politike, nuk do bëhem kurrë për jetë, domethënë në këtë gjë, por pe përkrahje sot vetëvendosen edhe Albin Kurti. Tash duhet më ardh dikush më pyet më thonë, pse pra Albatros ti, se ti ki menim të mirë për Katër Veselin, është fakt. Unë mendoj që Katër Veseli është një burr i mirë, në kuptimin është një njeri i fjalës, një njeri që, domethënë, ka përzantuar një kvalitet caktuar në këtej, kam animozitete ndaj personave të cilët i kam konsideruar që kanë qenë dhunshëm edhe çështje, por në raport me shumë njerëz unë jam miqësor. Nuk kam kugjon kundër Vlora Çitokut për shembull. Ose dikuj tjetër. Për fason filozofike. Jo, por për shembull nuk ja e votëm Vlora Çitokut. Nuk të bind. Nuk më bind. Tash dhe për t'ia besuar çelçat e banesës. Po, edhe tash këtë rast Vlora nuk ka problem jam. Tash Vlora Çitokut duhet të më pyet mua pse unë. Nuk më thon. Vlorës nuk ja beson figurativisht çelçat e ose si besoj Lumir Abxhiçikut. Për shembull, edhe pse kam qenë po të lëm bez çelçat. Unë kam qenë gjithë bota e din që unë kam qenë pretorian i presidentit Rugova. Pretorian i presidentit Rugova, madje pe atyra agresiv. Pe atyra agresiv, domethënë, në atë gjë. Por, për shembull, sot si besoj lidhjes demokratike e Kosovës. Edhe tash ata dalin doksi të ri në LDK dhe merren me rrethë periferike. Po merren për shembull me gjë, më thon tash, nëse një njerëz si Albatros Rexha, i cili ka qur rinin dam në atë gjë, domthonë jam me trauma për plasjeve politike, jam me trauma, domthonë kuptimin e plot fjalës. Sot tani mosh. Edhe nuk i besoj unë LDK-s, pra ata do të më bëj pyetjen vetës.
Do të m'ja bë pyetjen vetes, domethënë, në këtë rast. Pse si besoj unë Abdullah Hoxhit? Pse si besoj unë Hikmet e Bajramit? Pse nuk i besoj Lumir Abdyxhit? Jo, më nuk ju besoj. Edhe ata tash në vend se më marr për shembull këta, la ti den jo kështu, duhet më pyet mua, dhe shumë të tjerë si unë. Domethënë njerëz që ka i morri votat të Albin Kurti. Albin Kurti ka marrë votues të LDK-s, votues të PDK-s, votues të tjerë, ka marrë njerëzit cilët nuk janë marrë fare me politikë. Duhet më pyet ta njerëz, pse ju nuk po na besoni neve? Nuk duhet më na gjyku. Këta më gjykojnë mua. Ti je poshtë ose tjerë siguron. Më pyet, pse s'besoj unë ty? Nuk ka problemi fa jam. Ne jetojmë jem vend liberal. Nëse ti don me marrë pushtetin, ti duhet me kuptu çan ban mu. Po prodhojnë armiq këtu. Jo, këta që prodhojnë armiq, po këta dhe nuk dojnë me kuptu votuesin që nuk ju beson. Tash zgjedhjet fitohen nëse ti, njerëzit që sot e përkrajnë X-in, nesër e përkrajnë Y-in ty. Dhe ti duhet me kuptu pse unë e votoj X-in dhe nuk të votoj ty. Dhe tash ti duhet mu afru me mu. Nëse ne jemi shumica, ti je pakic, ne jemi shumica. Unë e kam një teori. Dhe pse Voltairin unë e kam një teori që njërin prej veprave të tij të mëdha pak traktat mbi tolerancën, flet për një kontekst tjetër kohë me personazhet aty që lexuat çfarë. Sa do të bëj Po them unë që është botë tjetër, po parimet janë të njëjta. Por parimet janë të njëjta. Edhe pse flet për aspektin fetar e tjera, ndryshojnë persekutimet e kështu, po realiteti flet që njerëz kanë nevojë për një traktat rahatije, apo? Absolutisht. Jo vetëm një traktat rahatije, por është një gjë. Unë kam një teori i dashur Ridvan që forca reale, baza që quhet kështu, baza, grassroots që thënë anglisht, e vetëvendosjes janë shifrat e vitit 2015. Këto janë. Ajo fuqi politike. Po, ata janë baza, makineria, e cila, domethënë, mundet mu përkthy në, themi, 20 deputet, 20-25 deputet. Por, çka ndodhi pas vitit 2015? Vetëvendosja u rrit, dhe vazhdoi me u rrit. Natyrisht po. Edhe tash kjo rritje ka ardhur sepse janë shtu votues si puna jeme, si ati, si tjerë. Edhe këta votues nuk je xhamat, nuk ki lidhje përjetësie me. Po, edhe tash për shembull, edhe tash këta njerëz kanë ardhur për dika. Pse ma herët kanë votu. Kishin prej ardhë ndryshme politike, po natyrisht, po. Tash, këto parti tjera, Partia Demokratike e Kosovës, Liga Demokratike e Kosovës, duhet me pyet veten pse ikën këta njerëz, dhe që ka më rëndësishme pse nuk po kthehen, sepse eksperimenti me Vjosa Osmanin tregoi që nuk kthehen njerëzit vetëm pse ti ke lëviz. 40.000 vota me pak PDK, kishte LDK një rritje efekti Vjosa Osmanit, po jo atë pritshmërinë që nuk i ka kthy votues. E propagun votues që kanë shku në vetvendosje, përfshi edhe pas Vjosa Osmanit, nuk u kthyn. Sepse njerëzit nuk lëvizin si po mendon. Gjithë situata na shpije ka një proverb i jonë popullor, apo me not 3 herë e fol 1 herë, apo? Absolutisht, në këtë rast do të me kuptu votuesin, do të me kuptu pse njerëzit nuk po të besojnë, duhet me i pyet, duhet me bisedu, nuk mjafton më atë idenë e parollave, se sot për shembull kanë ndryshuar dhe fushata politike, po nuk ka tubime më. Se ti s'kan kush më. Transformimi teknologjik ka bërë. Jo, nuk është transformimi. Jo, nuk është vetëm transformimi. Trendi është tjetër. Njerëzit kanë ndryshuar. Sot jemi kthy, unë mendoj, në formulimin burimor të demokracisë që ti duhet më marrë me individin mrena rahatis vetë. Dohën që duhet me komuniku me njerëzit, edhe në këtë pikë vetëvendosja o ma e mirë se parti tjera. Vetëvendosja evolon, vetëvendosja për shtatët. Për shtatët, i përshtatët kohët, e vetmja parti... Strukturës demografike, asaj prejare ndryshme, po... E vetmja parti e cila evolon, dhe tenton me nejnë sinkron me votuesin është vetëvendosja. Partit tjera barikadohen.
kanë shkputje me bazën elektorale. Kanë shkputje me bazën elektorale. Kanë shkputje komplet me bazën elektorale. Edhe tash në këtë pikë unë them që vetëvendosja sot është një konfederat politike. Konfederat, nuk ka federat, e ka atë bazën e vet, makinerinë grassroots, edhe dhe tash kontingjentet tjerë që zotni Kurti i respekton. Do ta kemi qartë, unë për shembull jam një person i cili kam qëndrime në shumë gjona që janë bin kolizion direkt me zotni Kurtin. Për shembull, unë e përkraj Tiranën, në Shqipëri, pjesa më e madhe vetëvendosjes janë kundër andej këndej. Për shembull, zotni Kurti e respekton këtë pozicion timin, domethënë të pikpamjes politike, nuk do në këtë gjë. Për shembull, animozitetin që unë mund të kem që e kam marrë pi pas luftës, zotni Kurti, unë jam shumë i sigurt që menon ndryshe në disa gjona, sepse ta kemi të qarta, ne e dim ka ardha njëri, nuk ka ardhur pi LDK-saj. Por e respekton këtë gjë. E respekton Donika Gërvallën, e cila është në kolizion me Shqipe Selimin. Kurti respekton diversitetin. Respekton diversitetin. Unë nuk e di që ka kohë një në zemër, asë ka më intereson. Sepse shohim Dardanulli, që ekipin e tyre që Misar Ymerin, që është një referencë që nuk respektoj diversitetin. Unë mendoj që ata njerëz kanë qenë pengesë për evolimin e zotit Kurti? Për evolim, si me ardhë vetëvendosja sot ku ashtu. Sikur të kishtin nejt Dardanulli, Misar Ymeri, e ata të tjerë, unë mendoj që vetëvendosja nuk do ishte ajo forcë që do i tërheqte këta të tjerë. Kjo është menim, nuk do më thonë që është e saktë. Kjo është menimi. Përfundimi po na shpije drejt lajmeve që nuk prodhojnë momentum të ri, pa një akt gjykim ose akt shpjegim të gjykatës kushtetuese. Është situatë absurde në këtë vend sot. Po pajtohemi. Të gjithë në pakt me hile, thua. Po, a jemi në situatë absurde, po pajtohemi. Po tërë pse emisionet politike gjitha kanë shku në pushim? Do më thonë se vitin e kaluar s'ka qenë pushim. Vitin e kaluar s'ka qenë pushim. Do më kam rrime i piku. Është një skem që mirë mbahet programora ashtu. Po vitin e kaluar, do më thonë ka qenë tër gushtin flak shkonte. Si vjet dhe me burra shkonin deti, se s'ka gjopi kësaj pune. Rehatoj, shimin shtator, në shtator këqyrim. Kjo kemi fut në një fazë tjetër të absurdit politik. Në një klim politike ku Kosova po kërcënohet direkt prej Serbisë. Edhe kjo është ajo që një presidenti autokrat me mendësi të pa denacifikume që kërcënon Kosovën nga që me deklarimet e ditë fundit që mund shqetëson se partitë politike mundën mas më marrë vesh me njëri tjetrin për këto gjanat tona, po do duhet të atakojnë në të flakë që ne kemi një kërcënim real nga Serbia. Është kërcënim real. Kërcënim real. Jemi një Serbi shumë agresive, e cila nuk është agresive vetëm në raport me ne, është në raport me Malin e Zi, raport me Bosnën, raport me Kroacin, po me Kroacin nuk jam anë, se Kroacia është e fortë. Fatmirësisht sot Shqipnia u tregu me situatën e fundit me Ibrin që Shqipëria është në gjendje me i dalë ballë për ballë dhe me thonë avash njeri ka dalë se nuk hecë kjo punë që shpo menon ti. Mja përkujtu Serbisi nuk jemi në vitin 1998-99, shqiptarët nuk janë shqiptarët e para 3 dekada dhe gjonat kanë ndryshu. Dhe kjo të duhet që të indikonte të partitë politike që njerëz të bëjmë një zgjidhje, që të dalim pikësaj situate. Që nuk më shifen fare prej këtij presidenti autokrat me mendësi pa denacifikuar, po them, janë të qarta. Po e vënë në kërcënim direkt sigurinë kombëtare të Kosovës apo. Presidenti Vučić e ka bërë qartë në vitin 1997 në një intervistë që e ka dhënë për gazetën zyrtare të Partisë Radikale Serbe, ku ka thënë që ne duhet të presim, të forcojmë ushtrinë, edhe të forcohemi dhe të presim momentin kur polici, në këtë rast është Amerika të tjerë, e ka vëmendjen dikur tjetër, ne ti rikthejmë territoret që i kemi humbur. Edhe praktika